njërë. Shaku jam është, ja këtë Se bëni foto njërë, i kanë dhe. Të lutë, se i për foto njërë, se i. Ai, se i për foto njërë. Kusë se i. Se i për foto njërë, se i. Se i për foto njërë, se i. Ata që do të shkojë për politik. Ata që do të shkojë, nga ligji. Edhe jo. Se i për foto njërë, se i. Nga i dudë, apo nga kriminelë. Se i për foto njërë, se i. Ta shkojë në shqiptarë. Hirë në gjithë të kamë. Se i bëni foto njërë. Shqipëria nuk është e kërë. Se i bëni foto njërë. Protesta e organizuar nga Shqipëria bëhet përpara kryeministrisë është përfshirë nga tensionet, teksa efektivët e policisë së shtetit janë përleshur me protestuesit. Ende nuk din arsyet e dhunës, por forca të shumta policie kanë shtyrë fizikisht protestuesit duke u përpjekur t'i largojnë. Nga ana tjetër, kreu i lëvizjes Adriatik Lapaj është shprehur se efektiv të veshur civil u kanë bërë foto protestuesve që më pas t'i arrestojnë. Që ti rajti arrestoj, ja më merri mua. Po ju jenë aktu, hajde një ju. Po ju jenë aktu. Jemi një dhimna. Jemi dokumenta në mi. Nuk jap do Pse? O quna. Pse? Mos e shaj polici, i kanë. Mos e shaj polici. Policia! Se shtyra, se shtyra. Civil, erdhën civil bënin foto njerëzit civil. Duan që t'i kapin pastaj, thash më arrestoni mua, që keni me njerëzit? Se policia shendi të odi në uniform, se civil me foto. Hajde, pas, hajde. Ai pra se ka 83 mandate. Le ta marrim se Gjasnej ka fituar me dignitet që s'është e vërtet. Dhe unë kam për ju një konstatim e një pyetje. Aja dha popullit 83 mandate që ta vjen, që ta përduroj, që ta tau. Ato mandate sot kanë se rënder, se populli e di vërtetën. Këta në vjenin. Është një betejë kundër frikës. Ju këtu janë njerëz të mirë, të një publike të frikës. Dhe unë dua të them për çfarë jeton njeriu, për të ngrënë e për të shkuar të bëjnë nevoja biologjike. Jo, shqiptarët nuk janë thjesht çështje biologjike, janë njerëz që meritojnë të jetojnë me dignitet. Kemi 27 vjet që flëmën të shesh. Regjimi Arturisë e Tiranës për trupin e vet nuk ka dërguar një orë, një ambulancë e dhesh protokolli çdo vendi normal. Na bëj një kontroll, na mas tensionin, na mas elementet e tjerë gjak, sepse për ata ne jemi njerëz që nuk duhet të ekzistojnë, sepse ata na shohin thjesht si numra. Në qiell të hapur, në të ftohtë, sepse ata nuk na kanë lejuar me bandët që janë inkorporuar në policinë e shtetit të ngrënë çadra për të jetuar e protestuar me dignitet. Dhe kush erdhi ama që këtë bulevard e shtroi të gjithin me çadër, e dyra ama. Po e si dojnë frikën, ne nuk mund kemi frikë të jetojnë, ne nuk mund kemi frikë që të themi jeni hajduk. Ne nuk duhet dhe nuk mund kemi frikë që të qohemi për fëmijët tanë që të mos ikin më nga ky vend.
nuk mund keni frikë që të qojni e të luftojnë për prindrit tënë që të mos trajtohen si mbetje që ta uherin nga një kozere për fundit me bonuset e tyre. Ne jemi tu për të dhërë frikën për shkotëri që duhet të shoj të ardhmen në shpine vetë nga delton. Janë kapur nga fil, duke vjedhur miliona, dhjetra, qindra miliona euro. Këta që kanë blerë 10 milion euro çokolata, ndërkohë që buxheti kundër kancerit nuk është 10 milion euro në këtë vend. Që me një firmë të zvëndës kryeministres kanë 53 milion euro, ndërkohë që fëmijët e kësaj republike dridhen në shkolla nga i ftohti se nuk kanë naftë për kaltarët. Dhe unë për shoqëtarët që në ndjek, kam një pyetje: çfarë duhet bëj më shumë një qeveri kundër popullit vetë që të rrëzohet? Dajne sot të shumë të nëshesh si njerëz të lirë, vrasim frikën dhe i themi pushtetit hajdutëve, Edi Rama! Edi Rama! Ai tashmë e ka unë një betejë shumë të rëndësishme, betejën për emrin e vetë. Sa dore si do të shkoj tashmë fati i tij, ai do të mbahet mend si erdi që erdi për shpresën dhe si erdi që iku si kreu i hajdutëve. Edi Rama!